Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, motra të nderuame, mirë se vini në episodin e radhës në El Fala Podcast, ku me mua është hoxha imi i dashur, hoxha imi i preferuar, Hoxh Sinan Rushiti. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se vjen. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjithashtu i dashur i vllai i preferuari. Allah të begatoft me të mirat e tij, në xhenetet e tij na bashkoftë ya Rabbel Alamin. Mirë se takohemi përsëri dhe qoftë ky epizod i begatshëm i bereqetshëm ya Rabb. Amin, amin. Hoxh, si ke kalu? Mirë. Wallahi mirë në përgjithësi ditët vikendet, dita e shtunë, dita e diell, siç e dini pak janë dita më të lodhshme, por për xhallarët në përgjithësi ke parasysh këtu në Evropë, masi që njerëzit e kanë ditë pushimi, edhe më shumë njerëzit janë në për xhami, dhe angazhimet pak më duket se janë pak më shumë, po alhamdulillah qoftë lodhshtia për punë të hajrit, për punë të mira. Inshallah. Hoxh, këtë episod e kom përzgjedhur një temë që kom pa është e arsyeshme ta diskutojmë, ta elaborojmë në aspektin fetar, dhe është tema në lidhje me martesën. Pse e pa vetë arsyeshme? Po duke pasur parasysh kohën e fundit si janë të ndodhë konflikte, ndarje, ose ka shumë të ri që janë kohën nuk... Alhamdulillah ti e mirë, mos ta marrin njerëzit vëllezër montras se ti ke problem. Alhamdulillah. Kështu që ti e mirë, alhamdulillah, por është hak, është realitet. Me të vërtetë këto konflikte bashkëshortore, divorcet, problemet familjare janë shtu shumë me të madhe. Edhe tema shumë e qolluar bile, shumë kështë që e nevojshme arsyeshme, e shohi pjanës time, që shumë të flitet rreth kësaj teme. Tepër të flitet për shkak se me të vërtet familjet shumë shpejt dhe kollaj po shkatërrohen. Hajr inshallah. Allah e bëf hajr, amin. Hoxh, na bën një hyrje rreth martesës në aspektin fetar. Kështu vëllajm, normal përmes martesës qëllimi është para së gjitha shafrimi tek Allahu subhanahu wa taala, arritja e kënaqësisë Allahut azza wa jall, formimi i një familje. E familja është gjë e shenjtë tek Allahu subhanahu wa taala, dhe siç e dini dhe siç e dim të gjithë se gjëja më e rëndësishme, më me vlerë, më e mira për shejtanin është shkatrimi i një familje. Kurse e kundërta tek Allahu subhanahu wa taala, familja është e shenjtë. Kështu që martesa si martesë është adhurim vetë, është ibadet. Dhe përmes saj qëllimi është kompletimi i imanit, afrimi tek Allahu te bareke ve taala. Natyrshmëria e njerëzit, kështu Allah na ka kthiu, dhe ka botë të nevojshme që të martohemi, të kemi nevojë për bashkëshorte ose për bashkëshort, edhe kështu që Ademi alayhis salam, siç e dini, ishte vetëm kur Allah e krijoi në xhennet, dhe Allah subhanahu wa taala prej brinit të tij e krijoi Avën. Pse? Për shkak se kështu u kompletua, domethënë, edhe njerëzia dhe kështu shtun njerëzit. Kështu që me një fjalë që mundemi më thjesht, pra martesa është adhurim, përmes të secilit adhurimi afrohemi tek Allahu te bareke ve taala, dhe përmes të secilit adhurimi aq më shumë forcojmë lidhjet tona me Allahun fuqiplot. Allah shpëlbeft. Amin. Hoxh, po është ndonjë lloj sekreti ose ndonjë lloj urtësie pse Allah e ka krijuar, domethënë Havën prej britit të Ademit? Pyetje mirë. Thot kështu, është pyetje shumë e mirë. Thot Allah subhanahu wa taala: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja", dhe prej argumenteve të Allahut është prej vetit tuaj ka krijuar bashkëshorte. Për çfarë qëllimi? Litaskunu ilayha, që të banoni tek ajo, pra që të strehoheni tek ajo, pra që të qetësoheni, që të kënaqeni, që të gjeni preje tek personi më i afërt, sepse pa bashkëshorte Allahu i gjithurt i gjithdijshmi e pa se njeriu nuk do të ishte i kompletuar kështu. Edhe si do të shtoheshte edhe do të formoheshte njerëzia. Kështu që pra njeriu të strehohet
dhe të plotson imani siç tham besimin e tij. Po edhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ka këshillu që të martohemi si të rinj, domethënë. Po, hadithi Por, pejgamberit po, sallallahu hadithi. alaihi wasallam, o ju të ri, kush mundet prej juve që të martohet, le të martohet, nëse jo, le të agjeron. agjeron, se është më mirë për shikimin dhe për organin. Po, është domethënë është një Mbrojtje. lloj mbrojtje, po, O është një mbrojtje e imanit, është mbrojtje, kështu e cekim hadisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë se gjysma e imanit është martesa. Kurse për gjysmën tjetër thotë friksojuni Allahut. Keni frikë Allahut. Gjysma është martesa. Përmes martesës kompletohet imani. Kështu që qëllimi i martesës është kompletimi i imanit, qetësimi i shpirtit, kontrollimi i epshit, formimi i familjes, arritje e kënaqësisë Allahut, martohuni dhe shtohuni siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se me të vërtetë unë do të krenohem me umetin tim sa umet i madh ditën e ahiretit. Allah i shpëlbetosh. Amin. Po hoxha, a duhet ta marrim martesën si pjesë të fesë, të besimit, apo si një hap social? Shivla, fatkeqësisht sot martesa bëhet si një hap social për në më thënë shkaqe emocionale, shkaqe shoqërore, shkaqe ekonomike, për ta bërë këtë hap, do më thënë, i ekzistojnë shkaqe të ndryshme. Por fatkeqësisht pak me atë qëllim tash, sepse natë martesa moderne. Ke parasysh? Pra sot martesat më shumë janë moderne. Kur themi moderne, për shkak se këtë hapat e njerëzve në përgjithësi janë drejt modernizmit dhe gjithçka që është në përputhshmëri me modën si mod, por jo me atë që Allahu te bareke ve teala kënaqet dhe dëshiron. Kur njeriu martohet, ai e forcon lidhjen e tij me Allahun te bareke ve teala. Përmes martesës, njeriu e kënaq Allahun subhanahu wa taala dhe veç asaj njeriu e kontrollon epshin e tij. E kontrollon epshin e tij dhe qëllimi i këtij hapi është se përmes martesës kompletohet imani, hadisin që e cekëm. Se gjysma e imanit është martesa, për gjysmën tjetër friksojnë Allahu te bareke ve teala. Pra, jo si hap social shoqëror, por si adhurim vetë. Pra ne jemi martu edhe do të martohen edhe por shkak se është ibadet adhurim. E këtë adhurim duhet realizuar, duhet bërë. Sepse përmes kësaj njeriu shmanget shumë gjërave tjera të këqija të dyta të pista. Allahu na rujt edhe na bof gjithë aty sidomos beqartë i bashkoft i martoft. Amin, egzon lam Sa është një se dëgjoj tash këtë kam thënë fatkeqësisht në kohën e sodit, por rinia po friksohen nga martesa. Për shkak të divorceve, kjo mirë është për shkak të divorceve të shumta, e shkaqet e divorceve që janë në rrjetet sociale, e sihri, e gjithçka këto, a veç në rrjetet sociale, për shkak të divorceve të shumta, për shkak të tradhtive të shumta, shumë rreth, rinia friksohen të martohen, thotë më mirë të dorivet. Friksohet, thotë, s'di thotë çfarë do marrë në shtëpi, se do ta marrë në shtëpi. Kjo me të vërtet është një shqetësim i madh. Është një shqetësim shumë i madh për shkak se më i lehtë është bë divorci se sa martesa. Po dhe kjo është një prej shkaqeve pse shumë martesa domethënë e hupin atë kuptimin shpirtëror dhe kalojnë domethënë më shumë si lloj marrëveshje. Ashtu për shkak se si lloj marrëveshje, ajo në atë si adhurim, si ibadet. Tamam? Kur qendra e marrëdhënieve nuk është Allahu, nuk është Zoti, atëherë ajo hub atë kuptimin e do të thënë si ibadet, si adhurim, por si një hap shoqëror dhe diçka që e bojnë tjetër tha e bojnë, po do shohim sa do shkon, sa do kalojmë, nëse mund na shkojmë, kalojmë, nëse jo. Kështu kuptohet fatkeqësisht sot martesa, kurse martesa është mbrojtje e imanit, mbrojtje e shpirtit, është diçka përmes të cilës pejgamberi ose për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njerëzit tash martesën e bojnë për shkaqe për materializëm, për shkak të pasurisë,
për shkak të postit, pozitës, ke parasysh. Lakmia Do martohem, ku do martohesh në Zvicër? Pse? Po du të shkoj në Zvicër. Pra nuk është tash qëllimi adhurimi, mbrojtje të imanit, po du të shkoj të jetoj në Zvicër, okay? Do martohem për lehtë. Për lehtë. Do martohem me filan person për shkak se ai shumë pasanik. Pra nuk është tash këtu qëllimi i martesës imani, besimi dhe realizimi i adhurimit të ibadetit, po është për qëllim pasuria. Pra kur nuk është qendra kryesore e marrëdhënieve Allahu, por është pasuria, kjo sepse martesa është si një farë, e cila ujitet me durim, ujitet me dashuri. Nëse nuk e ujt me durim, me dashuri, thahet. E fatkeqësisht martesa e cila bëhet për shkaqe qëllime tjera, jo për realizim të adhurimit, si adhurim, ajo thahet, shkatërrohet. Ajo shuhet, bëhet diçka mekanike, jo diçka shpirtërore, diçka që ndihet. Prandaj ndjenjat kanë hub dhe ajo dashuria që duhet ta kenë çifti nuk e posojnë, nuk e kanë atë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: martojnë një vajzën për njërin prej këtyre 4 gjërave. Çështu edhe mashkullin. Për çka? Pasurinë, bukurinë, fisin, pra familjen, pra ardhjen e saj dhe fen. Shikojeni fen e saj për të qenë të lumtur, ka thënë. Martojeni për fen të saj për të qenë të lumtur. Pra, shikojeni këto 4, por rëndësi jepi fesë. Se mund të jetë pasanike, e bukur, familje mirë, amon e devijume. Që ka tronë ty familjen në përgjithësi. Por nëse ajo është e varfur, por e ka devotshmërinë, ka lishmërinë e saj me Allahun te bareke ve teala, këtu e ke lumturinë. E tash nuk është qëllimi kjo, qëllimi është pasuria, qëllimi është bukuria, qëllimi është fama, qëllimi është posti, pozitase, edhe normal ka hupa ajo. Është shumë interesant kjo dhe lidhet me atë hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam ku thotë kush i rrit vajza e ka xhenetin, ose 2 ose 1. Domethënë roli i prindit është shumë domethënë me eduku vajzën, se ajo nesër ka më bëu nuse, ka më shku diku në një familje dhe ka më kriju domethënë familjen e saj, dhe ti nëse ki kontribu në aspektin fetar ti je vetëm se fitues. Shumë e vëllai, pra nusja, fëmija edukohet 20 vjet para se të linde. Çdo të thotë. Edukohet nana e saj që si fëmijë për çfarë qëllimi? Automatikisht kur Allah subhanahu taala tep vajzë, po edhe djalë, duhet ato të edukohen, të frymëzohen dhe pastaj ata duhet kur të rriten duhet të kenë parasysh këto gjëra. Cili është qëllimi i martesës? Pse duhet martohemi? Pse martohemi? Çfarë qëllimi? Pra fshihet pas martesës dhe kështu me radhë. Fatkeqësisht kur nuk kuptohet dhe nuk e njohin njerëzit qëllimin final i realizimit të këtij adhurimi ibadeti, për të cilin jemi të obliguar të urdhëruar, atëherë normal dështojmë në martesën tonë, dështojmë në bashkëjetesën tonë, do të thënë me bashortën ose kundërta, edhe vjen në shkatrimin e familjes shumë ma lehtë, shumë ma kollaj, siç i kemi tash rastet çdo ditë. Allah, amin. Hoxhë, sot shumë të ri shohim ankohen se ne gjejnë domethënë fatin e jetës, si kam jetë kjo tek ne, kjo lloj shprehje. Domethënë nuk mundën me gjetë bashkëshortën ideale, ose me një fjalë zgjedhin shumë. Po feja, si na mëson neve në zgjedhjen e partnerit. Vetë e cekëm këtë. Pra feja shumë mirë na mëson në zgjedhjen e partnerit. Si duhet ta zgjedhim neve? Çka duhet kërkojmë tek partneri? Pra, qoftë vajza, qoftë djali. Ne duhet ta shohim moralin e vajzës ose djalit. Duhet ta shohim fen e vajzës dhe djalit. Kjo është gjëja më e rëndësishme, kryesore dhe primare. A është i moralshëm? A është fetar? Sepse personi, djali, vajza të moralshëm, ato dinë të shprehin dashurinë njëri tjetrit. E ruajnë nderin e njëri tjetrit. Si thash, ajo është një farë, po millet me durim, me urtësi. Dihet se gjatë jetës së tyre ka konflikte pastaj. Gjatë konflikteve nevojitet durim. Tash duhet të kesh parasysh se ti duhet të zgjedhësh dikë që të nesërme kur do të ndodhe,
diçka, një keq kuptim, një sprov, ta kesh afër teje një person që din ta menaxhon këtë situatë. Dhe din si të reagon ndaj teje, dhe din si të ndihmon në situata më të vështira kur ti do jesh ose ajo do të jetë. Dhe se nuk është i fort ai i cili e shtyp tjetrin. I fort është ai i cili duron. Veçanërisht kur burri duron ndaj gruas në moment kur ajo dështon, në moment kur ajo gabon. Më mirë është ai i cili fal. Por mes faljes dhe shprehjes së dashurisë, këtu arrihet ajo kënaqësia e një çifti. Por kur paraqiten dyshime se kësaj si friksohen, se tash të rritën përgjithësi kanë parasysh se çka ndodh. Kanë parasysh se si jeton shoqëria sot. Në këtë kohën e modernizimit. Dhe për shkak të kësaj tash ekziston ajo frika për martesë. Frika se kë do ta marrë. Me cilën do të martohem. A ka pas kontakt me dikë apo jo? Pastaj i han ndërgjegje. E në këtë aspekt shumë kanë dështu. E tash kanë frikë. Po çka zgjedh ti? Po du të jetë e urtë e mirë, por ti si e vlerëson urtësinë e mirësinë asaj? Përmes besimit, përmes akides. Nëse beson në Allah, i friksohet Allah subhanahu wa taala, është e devotshme, është e mirë. Ajo, nëse është e devotshme, praktikante, ajo i respekton edhe prindërit e saj. Ajo që e njeh Zotin e saj, ajo e njeh edhe respektin ndaj burrit të saj. Edhe gjithashtu bashorti, i cili e njeh Allahun, ai njeh edhe obligimet e detyrat e tij ndaj bashortës së tij. Pra, kështu që kur personi fokusohet në këtë pikë kryesore që është feja morali, atëherë s'ja ka rrit qëllimit. Ama kur se tash çka fokusohen? Kujt japin rëndësi parës, sa pare ka pare, s'ka pare. Sepse tash nuk do të lodhin, do të kenë. Çom, ai vajza kërkon një djalë pasanik, ai djali kërkon një vajzë pasanik, ose i japin rëndësi bukurisë, ja u japin rëndësi makiazheve, u japin rëndësi veshjeve, ke parasysh, por nuk japin rëndësi moralit fesë. Edhe pastaj më në fund shifet se dështuan në martesë për shkak se i dhan rëndësi diçka që po duhet të jepet, po jo në fillim kësaj. Morali, shif është të mërsh. Shif a merr një vajzë ose një djalë që kanë respektu prindërit e tyre, që janë të mirë dhe sillen mirë me të tjerët, dhe që i kanë raporte të mira me Allah subhanahu wa taala. Nëse kjo mungon, ke parasysh do të ballafaqohesh, do të thënë me sfida, me probleme, pastaj nëse do Allahu uzon qof vajzën, qof djalin, por kështu do t'i shohim dhe kështu do të zgjidhet. Subhanallah, sa bukur gjithë kjo që e ceke, si po lidhet me ajetin ku Allahu thot në Kur'an, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata nuk e ndryshojnë gjendjen e vet. Inna Allaha ma yughayyiru bikum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk ndryshon gjendjen e popullit përderisa një shoqëri përderisa e shoqëria e popullit ndryshon vetë gjendjen. Tash çka mundemi ne të ndryshojmë këtu? Sepse Allah thot në Kur'an وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allahu ka bërë mes juve dashuri dhe mëshirë. Por derisa mes bashortës nuk ka dashuri, nuk ka mëshirë. E veçanërisht për anës të bashortit që duhet i shprehet bashortës, që është gjë më e vlefshme, atëherë kanë dështuar në martesë. Gjatë jetës bashortore ka sfida, ka probleme, ka dështime, ka lëshime, ka nervozisëm, kështu me radhë. Kërkohet falje, mëshirë, kërkohet durim, urtësi. Pa falje, pa mëshirë, pa durim, pa urtësi, nuk mund të funksionon martesa. Allahu shpëlbef, thotë. Amin bashkë me ty. Po, kam edhe një pikë si të fundit. Po. Pastaj shpresoj ta ndajmë këtë temë me shumë pjesë, pasi që kishte qenë shumë arsyeshme edhe beso më bëu Allah, kërkoj falje se të ndroj ta fjalën. Beso se do jetë diçka që dhe shumë vëllezër motra do ta pëlqejnë këtë si temë, këtë diskutim, për shkak se me vërtet është shumë e nevojshme. Edhe këtë pse të them shumë është e nevojshme për shkak se çdo ditë na vizitojnë njerëz me problemet e tyre. Me të vërtetë ka shumë probleme. Shumë njerëzit kanë ardhur deri në prag të divorcit. Shumë. Edhe shumë kollaj, s'ka më, nuk shkon dajnë, shumë thjesht. Ti thuaj se
Sikur po e daj një biskit me zvet, hajde e daj, na u kry. Çka kështu e shohin? Po çka ndodh me fëmijët, po cilët janë ato pasojat e divorcit. Çka ndodh pastaj me këto dy, po çka ndodh me fëmijët pastaj? Dhe se që më së shumti që shejtani arrin është ndarjen. Ndarja me shifte. Gjërsa e dini hadisin, kur shejtanët çdo ditë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shkojnë tek iblisi dhe i tregojnë veprat, punët e tyre, angazhimet e tyre të këqija çka i kanë bëu, arritjet e tyre. Me arritjen askujt nuk kënaqet. Por posë njëri i cili thot arrita ta daj filan burri me filan grua. Shejtani ja lëshon arshin e tij, vendit karikën e tij, ulet në të dhe ja vendon krunën mbi kokën e tij, domethënë çaq shumë e vlerëson punën e keqe të këtij. Saqë punët e tjera, pse? Se me shkatrimin e familjes shkatrohen fëmia, devijon fëmia. Me shkatrimin e familjes shkatrohen dhe devijojnë të dy. Me shkatrimin e familjes shkatrohet shoqëria. Çka, më thënë, Allahu krijoi individin, Ademin. Ja krijoi bashortën, Avën. Formon familje. E familja formon krijon shoqërinë. Kur shkatrohet familja, shkatrohet edhe shoqëria. Po, është diçka me vërtet që shumë do të patë kujdes dhe shumë e shohit arsyeshme nëse na jepet mundësia dhe do ke pika tjera që normal që mund të diskutohet, pse jo. Inshallah. Pasi i ceke divorcet, të problemet që janë shtukon e fundit, cila është këshilla jote se si ta ruajmë, domethënë dashurinë, domethënë mes çifteve kur me të vërtetë në kohën e fundit që janë shtu këto sprovat. Para se gjithësh, frikë Allahun subhanahu wa taala, dhe se qëllimi ka qenë arritja e kënaqësisë së Allahut. Dhe se qëllimi i martesës nuk është me jetu me gruan vetëm këtë dynjë. Për disa vite. Por qëllimi është me qenë bashkë në xhenet me bashortë. Por nuk është qëllimi vetëm ai disa vite sa do jetojnë. Ose sa të mujna, jo. Unë e ty të ka marrë, se me ty dëshiroj të jem bashkë në xhenet, siç kemi qenë në dynja. Këshilloj vëllezërit veten tim në fillim, pastaj vëllezërit më thotë, si burrat si gratë, mos harrojnë detyrat, obligimet e tyre ndaj njëri tjetrit. Se kur bashorti i din obligimet e tij ndaj bashortës, dhe bashortja obligimet e saj ndaj bashortit, këtu nuk ka probleme. Mund të ketë kuptime, njeriu është i tillë, por jo të vinë deri në atë që çum kollaj tash të ndodhin divorcet, të ndarjet, shkatrimet të familjeve. Nuk është qëllimi i martesës ti zbulosh sekretet e burrit tënd. As qëllimet e burrit tënd ti zbulon sekretet e tua. Martesa nuk është të marrësh. Martesa është të japësh dhe të durosh. I themi çdo kujt i cili është i martuar dhe do të martohet. Se në qëllimi i martesës nuk është që ti të marrësh, ai tash unë martohem dhe do marr. Çofi sa mundem të marri, jo. Ti kur martohesh duhet ta kesh parasysh se ti merr bar përgjegjësimit e ti merr amanet. Ti merr përsipër fëmijën e vladin e dikujt. Dhe gjithashtu edhe ajo motra edhe ajo vajzë merr përsipër emanet bisupet e saj që duhet kujdeset për ty, si bashort, për pasurinë tënde, për fëmijët kur Allah t'ju furnizon. Dhe se ky rrugtim nuk është një ditë një javë. Ky rrugtim është i gjatë. Sot martohen janë të ri, të bukur, mirë, gjendet mirë. Gjithçka shkon mirë. Kalon një vit, pas një viti, dikush paralizohet për atyre dyve. Ose e kap një smundje për smundjeve, e godit një smundje për smundjeve. Tash testohet njëri prej tyre. A ka qenë martesa e sinqertë apo jo? Nëse ka qenë martesa e sinqertë, atij nuk i intereson çka ndodh ose asaj. Sepse këta janë martuar me sinqeritet për Allah, për arritjen e kënaqësisë së Allahut, jo diçka tjetër. Dhe se qëllimi është dashuri, rahmet. Usprovu. Mund ka gati deri, do të thonë, mund ka aty deri në momentin e fundit. Ose e kundërta. Tash çka usmua o kry puna tash po e la, po gjej tjetër? Kështu ndodh shumë. Sun përballojnë, kalon 1 muaj, 2 muaj, 5 muaj,
duhet t'i shërben burit ose buri i gruas për shkak se është smu, se sprovu me kancer ose me paralizë. Kjo është një test, Allahu të teston qëllimin e martesës tënde. Pra, nga ky mesazh japim këshillën, je i sinqert në martesë. Pse martohesh? Pse e martu? Po e kam dasht. E ke dasht pse? Pse e ke dasht? S'është i bukur? Apo e ke dasht moralin? Po e ke dasht sjelljen e tij, fenë e tij? Çka ke dasht? Po i moral është i mirë. Do të thonë, të ka pëlqyer si njeri. Atëherë, vazhdo të jesh i sinqert. Dhe kështu derisa ta takosh Allahun subhanahu wa taala. Dhe mendove sa tani jeta ka më qenë e shtruar me mjalt, po gjatë jetës ka sprova. Ka belaja, ka fatkeqësi. Sot mirë, nesër jo. Duhet të qëndrojmë afër njëri tjetrit. Nëse martesa është e sinqert dhe bëhet me qëllim për arritjen e kënaqësisë së Allahut, dhe kuptohet se duhet të jepet kur të martohesh e jo të marrësh, Allahu subhanahu wa taala ap sukses bereqet në martesë dhe i arrin qëllimin të ty. Më kujtoi një thënie e një autorit, nuk më kujtohet emri, ai e thekë burri është shtylla e shtëpisë, kurse gruaja është mbretëresha e shtëpisë. Nëse ajo është shtyllbje, domethënë mbretëresha shkatërrohet, a domethënë edhe familja shkatërrohet. Po. Allahu shpërblet hoç. Amin bashkë me ty vëllai, Allahu trojt begatoft për mundin e këtë përgjegjësi emanet që e ke marrë dhe shpresoj nuk harron ti përshëndesish. Po patjetër, falenderojmë si çdo herë. Patjetër i falenderojmë gjithë sponsorët, gjithë motrat vëllezërit që kanë kontribuar në këtë projekt. Amin. Allahu ja shtof bereqetin, gjithë mirat familjet e tyre. Amin. Hoxh, selam aleikum. E shihemi në pjesën tjetër inshallah. Inshallah nëse do. Allahu dash. Faleminderit. Selam aleikum. Allahu trojt. Aleikum selam.